Bashkia e Korçës në bashkëpunim me ndërmarrjen e shërbimeve publike ka ndërmarrë një ndërhyrje për hapjen e një segmenti të zënë nga një subjekt privat i cili po pengonte rrjedhën normale të përojit të Barçit dhe po rritej ndjeshëm rreziku për përmbytje në zonë. Sipas autoriteteve vendore, bllokimi i përojit kishte krijuar grumbullim të ujrave, duke shtuar kështu rrezikun për dëmtimin e pronave, infrastrukturën dhe sigurinë e banorëve, veçanërisht në kushtet e rreshjeve intensive. Ndërhyrja ka për qëllim rikthimin e funksionimit të plotë të shtratit të përojit, si dhe parandalimin e situatave emergjente në të ardhmen. Burime në Bashkinë e Korçës bëjnë me dije se veprime të tilla do të vijojnë edhe në zona të tjera, ku konstatohet zënje e palishme e hapësirave publike apo ndërhyrje në infrastrukturën ujore. Nga ana tjetër, edhe vetë banorët pranojnë që depozitimi i mbetjeve në përrua vjen edhe si shkak i papërgjegjshmërisë së tyre, duke hedhur mbetje të ndryshme. Pra se punë nuk ka fajve bashkia për ato plerat. Ato fajnë e kemi neve. Makina 2 herë në javë vjen. Po janë edhe njerëzit të liq. Nuk jedhi në kazan, po jedhi Është pastruar her pas here, nuk ka qenë pas here, s'kemi pasur probleme. Për kanali u bë mirë atë herë tash. Autoritetet vendore theksojnë se respektimi i hapësirave publike dhe i infrastrukturës ujore është një detyrim ligjor dhe një interes i përbashkët për të parandaluar situata emergjente dhe dëme të mundshme nga rreshjet.